Vllaznia ka arritur një fitore me rezultatin 2-1 përballë Elbasanit në ndeshjen e fundit të javës së 24 të Abisnet Superiore. Në Loro Boriçi, kuqeblut diktuan ritmin e tyre dhe në pjesën e parë u shpërblyen me një gol të shënuar nga Balaj. Në pjesën e dytë Elbasani arriti të vendosë barazpeshën 10 minuta para fundit me golin e Boje. Megjithatë, në shtesë erdhi goli i fitores për kuqeblut me protagonist Dodajn, teksa rezultati përfundimtar i të gjithë takimit u mbyll 2-1 në favor të vllaznisë. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes u regjistruan tensione në fushë ku situata degradoi në përplasje fizike pasi dy futbollistët e vllaznisë u goditën. Po ashtu tifozët e Elbasanit thyen stolat e dy tribunave të stadiumit Loro Boriçi ku ata ishin pozicionuar. Ndërkohë pas ndeshjes trajneri i vllaznisë Edi Martini theksoi se fitoria ndaj Elbasanit ishte e merituar. Fitore që bën me zemër deri në sekondat fundit, komplimentat djemve, kallzon karakter. Ndoshta shumë pak terren, lëmë Elbasani me lut nga që edhe ndeshjet e fundit kemi pas sukses duke e mbyll me 0, shumë terren, psuam gol. Edhe më në 10 minutat e fundit dolëm përpara, lam shumë hapësina, mund të ndëshkoheshin. Po fal karakterit djemve lus tyne. Për qëndrimit maksimal, arritëm e fitu, bravo i qoftë. Nga ana tjetër, trajneri i Elbasanit Ivan Gvozdenović foli pas humbjes 2-1 ndaj vllaznisë në transfert, teksa tha se ata ishin më mirë se kuqeblut në fushën e lojës. Patjetër jam shumë mërzitur. Mendimi tim ne jemi merituar më shumë, sepse luajm mirë, ishim edhe rastet për golat, por kjo është futbolli edhe nuk e di çfarë më të them më shumë. Kevin Doda ishte heroi i vllaznisë dhe u shpall lojtari i ndeshjes në triumfin 2-1 ndaj Elbasanit, teksa shënoi golin e fitores në sekondat e fundit të këtij dueli. Në fjalët e tij, ai ishte shumë i lumtur që i dha fitoren vllaznisë. Më rëndësishme është fitoria e ekipit dhe 3 pikët. Shpresoj të bëjmë të tritëm, kjo është më rëndësishme për mua dhe për ekipin. Ai kisha shijuar edhe një herë këtë gol, por kjo me Dinamon para 2 vitesh, por kjo ishte një ndjesi më e veçantë sepse jemi në parë ndjem shumë i lumtur. Një fitore rëndësishme kjo për vllaznin përballë një rivali direkt se Elbasani, që sjell një distancë me ndjekësit. Konkretisht 5 pikë larg Egnatias me ekipin kuqeblu që kryeson renditjen në kuotën e 48 pikëve.